Me gjithse të punojë në kinostudio ishte një privilegj për kinastët në raport me publikun dhe me institucionet e tjera, siç ishte edhe televizioni. Në fakt televizioni ishte institucioni i parë ideologjik, kurse kinostudio ishte institucioni i dytë ideologjik. Megjithatë filmat gjiroheshin në një terren që buronte nga censura dhe autocensura. Filmi gjirohej në mënyrë profesionale, kishte ato afatet e tij, domethënë kishte një lloj norme, por prapë ishte mjaft komode të gjirohej, biles kishte të mira sepse njihni Shqipërinë, njihni vendin, njiheshe me kinastët e kinostudion atë kohë ka pas rreth 700 veta, dhe një film shkonte rreth 1 muaj, 2 muaj, ndoshta edhe 3 muaj me gjithë gjerimet në dekor. Por gjithashtu gjerimi i një filmit ishte, domethënë përfundimi i filmit, për regjisorin ishte një makt, ishte domethënë një gjendje terrori, më thuash paranoje, mbasi ai para se të shpësh filmin, të shfaqesh filmin kolektiv tërnatën nuk flinte gjumë dhe mendonte filan skenë si është gjiruar, mos të keq interpretohesh ky episod, ndoshta ky dialog, kjo thënie ndoshta mos të keq kuptoj lart, mos merri me dy kuptime, thik me dy presa e të tjerë. Pra gjirohesh në një terror që buronte nga censura, por dhe nga ato censura që ishte akoma më e keqe se kjo e para. Të dërguarit e indoktrinuar që vinin për të bërë vizionimin e filmit, për ta hedhur atë në qarkullim apo jo, ishin të prirur më tepër për ta hedhur poshtë atë, për t'i bërë kritika, duke hequr më fanatik se papa, vetëm për qëllimin që të ishin brenda, nëse për shembull filmi Komiteti Qendror kritikoi dhe ata dilin që kishin vojtur filmin, ishte një pozitë jo oportune për ta, madje mjaft e dëmshme. Sepse nëse shkonte kinasi, filmi dhe sport e kinasi shkonte në prodhim apo në internim dhe kritikat që ishin mbrojtur një film që nuk duhej mbrojtur në thonjza, që nxinte realitetin përsëri në thonjza, shkonin dhe ata, më pak të lenin vendin e punës. Sepse për arsye se ishte munguar vigjilenca revolucionare. Ndodhte që kolektivi krijuese priste filmin shumë mirë, grupi i Ministrisë i vinte e priste filmin mirë, sepse në fakt nuk kishte ku të kapej, pavarësisht me një gjë të vogël teknike, në një plan parazitar apo në një filmi mund të jesh poshtë lart, jesh poshtë nga Komiteti Qendror i Partisë. Atëherë kinasi të nesmen rinte në pritje para shtylla bashkë me kinasin, më thënë kinasi, them stafi krijues, regjisor, skenarist, ndoshta edhe operatori i filmit, drejtori i fotografisë, rinin në pritje ke shtyllat për të parë se nga do vinte Bajrami. Bajrami ishte një punonjës kinomekanik që gjeronte filmin në blok. Dhe ai dëgjonte tash për shtypjet, ishin të mira apo ishin të këqija, e kishin lavdëruar filmin apo kishin edhe poshtë. Në këtë mënyrë ishte rënë dakord që nëse Bajrami ynte në kinostudio dhe shikonte nga burimi, se mes në oborit kishte një burim që rinin kinastët, filmi ishte mirë pritur, por nëse Bajrami në kohën që në kinostudio shikonte nga rruga, filmi ishte edhe poshtë, ose s'ishte pëlqyer që pas vretje. Atëherë kinastët shikonin Bajramin dhe rastisht Bajrami i the kokën edhe majtës dhe nga burimi dhe nga rruga, dhe thoshin morë nga paky, nga burimi apo nga rruga, është edhe poshtë filmi apo të filmi. Domethënë kjo gjendje makthi, domethënë në nuanca komiko tragjike, shoqëronte kinastët dhe urte dinjitetin e tyre dhe profesionalizmin deri ke këmbët. Kështu janë censuruar filma si Skënderbeu, si Fortuna, bashkëpunime shqiptaro-ruse mbas prishjeve të marrëdhënieve, vitet e para të Kristallit Dhamos, meqenëse Edi Luarasi, aktorja, një nga aktorët kryesore,
shkojnë në internim. Kështu është hequr nga qarkullimi filmi Prita, i Mitat Fagut, me qenë se ky shkoi në prodhim traktorist një 10 vjet. Këto filma janë shfaqur më mbrapa në kohën që, si më thënë, në vitin 90, post diktaturës, kur erdhi një klim disi më liberale.